Të nderuar teleshikues të Fox Media Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ për zhvillimet e fundit. Kryeministri Edi Rama ka uruar sot mësuesit në një postim në rrjetet sociale. Rama ka falendëruar mësuesit për përkushtimin në mbledhjen e farës së dijes së brezave të rinj të Shqipërisë. Gjithashtu, presidenti Bajram Begaj zhvilloi sot një pritje të veçantë në nderim të mësuesve në pension që kanë shërbyer në arsim ndër vite dhe në zona të ndryshme të Shqipërisë. 7 marsi, dita e mësuesit, festohet në të gjitha institucionet arsimore të Shqipërisë, duke shënuar një moment mirënjohjeje për ata që mbjedhin faren e dijes tek brezat e rinj. Në këtë ditë veçantë, kryeministri Edi Rama ka përcjellë një mesazh urimi për mësuesit shqiptar, me mirënjohjen për mësueset dhe mësuesit që me durimin dhe përkushtim kultivojnë dijen tek fëmijët e Shqipërisë. Ju uroj gëzuar 7 marsin, shkroi Rama duke shoqëruar mesazhin me një foto simbolike. Presidenti i vendit Bajram Begaj zhvilloi sot një pritje të veçantë në nderim të mësuesve në pension që kanë shërbyer në arsim ndër vite dhe në zona të ndryshme të Shqipërisë. Presidenti i Republikës uroi festën e 7 marsit duke shprehur mirënjohje dhe vlerësim për mundin, përkushtimin dhe kontributin që mësuesit shqiptar kanë dhënë në përgatitjen dhe formësimin e brezave, duke përçuar dije, edukim, frymëzim për realizimin e ëndrave. Edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, i shprehu vlerësimin e tij për kontributin e mësuesve në edukimin e shoqërisë. Pavarësisht vendit ku ndodhemi, nuk mund të rria pa ju uruar gëzuar ditën mësuesve. Do të kisha dashur të shkruaja këto fjalë nga zyra ime, si çdo vit, në krye të punëve të qytetit, u shpreh ai në një mesazh drejtuar mësuesve. Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka përcjellë sot një mesazh nga burgu për të gjithë mësuesit. Ai shpreh mirënjohjen për punën e tyre teksa nuk lë edhe pa përmendur zgjedhjet e 11 majit. Në shkrimin e tij të publikuar në rrjetin social Facebook, Meta shprehet se me fitoren e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, arsimi do të marrë mbështetjen që meriton. Në 11 maj, me fitoren e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, arsimi do të marrë mbështetjen që meriton. Buxhetin për arsimin do të rritet ndjeshëm, rroga e mësuesve dhe pedagogëve do të dyfishohet dhe paga e 13 do të bëhet realitet me ligj. Policia e shtetit përmes një deklarate nënvizoi rëndësinë e këtij profesioni fisnik, duke theksuar se mësuesit luajnë një rol kyç në formimin e brezave të ardhshëm dhe ndërtimin e një shoqërie më të mirë. 7 marsi mbetet një ditë simbolike në Shqipëri, ku mësuesit nderohen për përkushtimin dhe sakrificën e tyre në arsim, duke qenë udhërrëfyes të dijes për të ardhmen. Për Shqipërinë nuk ka asnjë plan B, thekson kryeministri Edi Rama veç atij për integrimin në Bashkimin Evropian. Kreu i qeverisë ishte i pranishëm në eventin që bëri bashkë në Tiranë laureatët e çmimit Karli i Madh. Fokusi i diskutimeve ishte tek përparimi i Europës dhe ardhmja e kontinentit. Në panelin e ndarjes së çmimeve prestigjioze, Karl Sprejs, kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria nuk ka tjetër plan përveç anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ai theksoi se megjithëse Shqipëria nuk është naive, është idealiste për të arritur integrimin evropian. Edhe për brezin e ri, or madje veçanërisht për brezin e ri, Bashkimi Evropian është përgjigje. Shumë më shumë se sa gjithçka tjetër jashtë Bashkimit Evropian. Dhe nuk dua që të sjell shembuj të dhimbshëm, po ja të shikojmë Britaninë e Madhe pas Brexitit, si shkuan gjërat për të rinjt atje. Ose të shikojmë për shembull se si ky iluzioni i Britanisë që ka më shumë para, më shumë instrumente, më shumë fuqi, duke qenë jashtë Bashkimit Evropian, se si është shkatruar, është thyer. Dhe ka thyer edhe shumë rrjete të ndryshme, shumë mure, forca që ishin ndërtuar brenda Bashkimit Evropian. Më pyesin se çfarë plani ka Shqipëria, i them që nuk ka plan tjetër veç Bashkimit Evropian. Ne nuk jemi naiv, por jemi idealist për Bashkimin Evropian. Sa dashuria e dikujt për martesën para se realisht martohet, madje edhe kur vjen fjala për atë që Europa gjendet në një moment kur bëhet apo zhbëhet, tha Edi Rama.
Rama përmendi gjithashtu frytet e reformës në drejtësi, që ai ka ndërmarrë, duke thënë se për herë të parë në historinë e politikanëve të fuqishëm janë sjell para një prokurori dhe gjykatësit pavarur, një arritje që nuk ishte parë që nga viti 1912. Është hera e parë në histori që kemi politikanë të fuqishëm që shkojnë para një prokurori i gjyqtarit pavarur, kur s'ka ndodhur qysh nga viti 1912, deri kur ne finalizuam reformën në drejtësi, kur s'kishim parë një ministër apo individ të profilit të lartë të lidhur me pushtetin politik të çojë përpara gjykatës e jo më të dënohej, tha Edi Rama. Kryeministri gjithashtu theksoi rëndësinë e lidhjes mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara, duke thënë se Amerika pa Europën është një ishull dhe Europa pa Amerikën është një gadishull. Amerika pa Europën është një ishull, Europa pa Amerikën është një gadishull. Për mua së pari jemi në një pozitë shumë të rehatshme, sepse nuk jam gjerman dhe nuk më duhet të gjej zgjidhje për botën. Jam një kryeministër i një vendi të vogël. E di që nëse nuk e kam gabim, askush nuk do të dëmtohet, por nëse udhëheqësit e Europës do të kenë gabime, të gjithë do të dëmtohemi. Ai bëri thirrje për një politikë të qëndrueshme në zhvillimin dhe paqen globale, duke theksuar se fuqia ushtarake nuk mund të jetë rruga e parë për zgjidhur krizën globale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po shfrytëzon prona publike për të ndërtuar komplekse të reja, duke i përmendur specifikisht projektet e reja si godina e bibliotekës kombëtare dhe residenca qeveritare në Vlorë. Kryeministri Edi Rama dhe Korporata e Investimeve Shqiptare akuzohen nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha se po tjetërsojnë pronat publike në mënyrë të jashtëligjshme. Kryedemokrati thotë se qëllimi i krehut qeverisë dhe drejtuese së këtij institucioni është grabitja e pronave. Tëra prona shqiptare e vlefshme de facto shtrohet në pronë të klanit më të rrezikshëm të Europës, klanit Rama. Se si një agjenci e vetme mund të bëhet edhe pronare, edhe shitse e pronës, kjo nuk ka ekzistuar kurrë. Zonja Kokona shkruan vet, vulos vet, vendos vet, te i kalon kjo çdo imagjinat. Për të paralajmëruar Kokonën se në mënyrë absolute do përgjigjet, do marrë përgjegjësinë më të rëndë për çdo metër katror, tokë apo pronë tjetër, që do ta trajtoj bazuar në vendimin e Edi Ramës për të vjedhur pronat dhe për të caktuar atë në krye të agjencisë. Jam këtu për të deklaruar publikisht se asnjë përfitues nga vendime antiligjore, antikushtetuese të kësaj agjencie të vjedhjes së pronave nuk do të njihet, por përkundrazi do të ndërshkohet me ligj, do të ndërshkohet rrep si një bashkëvjedhje publike private e pronës shtetërore. Berisha gjithashtu ka shpatur një protestë të madhe me datë 15 mars kundër mbylljes së TikTokut, duke e quajtur atë si një akt kundër censurës që synon të bashkojë fëmijët dhe të rritë në mbrojtje të lirisë së shprehjes. Protesta e nxënësve, studentëve dhe të rive para kryeministrisë me datën 15 do të jetë protesta më e bukur, më madhështore që ka njohur pa Shqipëria gjerë sot. Protesta kundër censurës, protesta me të cilën çdo fëmijë i çdo moshe që kap smartphone-in përballet, bëhet luftar kundër diktaturës në mbrojtje të TikTokut dhe kundër censurës. Ai e sheh protestën si një formë të mosbindjes civile, duke kërkuar që fëmijët të bojkotojnë orën e parë të mësimit të hënën si një veprim simbolik për lirinë e shprehjes dhe kundër censurës. Keni të drejtë të filloni greva, dhe greva juaj është të bojkotoni mësimet që ditën e hënë, për shembull orën e parë do të ishte gjë madhështore që të mungoni sa më shumë. U bëj thirrje prindërve, u bëj thirrje. Pse? Po kjo është normale. U bëj thirrje prindërve të mos i dërgojnë ditën e hënë fëmijët e tyre në shkollë orën e parë. Të paktën orën e parë, si një akt i betejës të fëmijëve tuaj për lirinë e shprehjes dhe kundër censurës. Berisha gjithashtu diskutoi projektin e Partisë Demokratike për të çndruar Shqipërinë në një superfuqi rajonale energjetike, duke theksuar nevojën për të adresuar problematikat e krijuara nga hidrocentralet dhe ofruar zgjidhje për zhvillimin e sektorit energjetik. Bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia e Ariola Xoza është paraqitur këtë të premte në prokurorinë e posaçme, ku është lënë në masë detyrim paraqitje lidhur me hetimet për dosjen Veliaj, ku akuzohet për përfitime të paligjshme nga fondet publike dhe pastrim parash.
Bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës Erion Vilia e Ajola Xoxa ka paraqitur këtë të premte në prokurinë e posaçme në zbatim të masës së sigurisë caktuar nga gjykata për hetime në lidhje me dosjen Viliaj. Sipas informacionit të SPAK, Xoxa është lënë në masën detyrim paraqitje ndërkohë që është akuzuar për përfitime të palishme nga fondet publike që administrohen nga Bashkia e Tiranës. Ajo dhe bashkëshorti i saj Viliaj dyshohen të kenë krijuar dhe vënë në funksion një mekanizëm për të marrë përfitime të parregullta përmes një veprimesh të kundraligjshme që synojnë pasurimin e tyre personal dhe familjar. Akuzat kundër Ajola Xoxës përfshin korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor të kryer në bashkëpunim, pastrimin e produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, si dhe refuzimin për deklarim, mosdeklarim, fshehjen ose deklarimin e rrem të pasurisë dhe interesave private të personave të zgjedhur dhe të nënpunësve publik. Sipas SPAK, Xoxa dhe bashkëshorti i saj kanë përdorur një sër mekanizmash për të përfituar fondet palishme, duke shkelur ligjin dhe duke pasur si qëllim pasurimin personal dhe familjar. Në fillim të hetimeve, ndaj Xoxës ishte vendosur masa e sigurisë arrest në shtëpi, por pas shurtimit të gjykatës për vlerësimin e masës së sigurisë, gjykata e posaçme ka vendosur që ajo të mbahet në masën detyrim paraqitje. Hetimet për këtë çështje janë ende të hapura dhe përfshin disa aspekte të tjera të veprimtarive të dyshuara të përfshira shantazhimin dhe pastrimin e parave nga veprime të kundralishme. Ky zhvillim vjen në një kohë kur pas arrestimit të disa individëve të lartë në Bashkinë e Tiranës, hetimet po shtrihen për të identifikuar përgjegjësit dhe për të siguruar pasurinë që mund të jetë marrë nga burimet palishme. Gjykata e posaçme pas kërkesës së SPAK ka sekuestruar 31 pasuri të dy anëtarëve të një grupi kriminal, Jusel Mici dhe Mendim Domi, të cilët janë akuzuar për mashtrim dhe aktivitete organizatës kriminale në kuadër të operacionit të vitit 2022. SPAK ka realizuar një tjetër goditje të rëndësishme në kuadër të luftës kundër pastrimit të parave dhe krimit të organizuar, duke sekuestruar 31 pasuri të shtetasve Jusel Mici dhe Mendim Domi, të cilat akuzohen për organizimin dhe pjesëmarrjen në grupin kriminal Call Center. Pasuritë të sekuestruara përfshin 3 llogari bankare me një vlerë rreth 200.000 euro, 5 apartamente, 6 garazhe, një dyqan, 2 vila, 3 makina luksoze, tokë dhe 60% aksioneve në një shoqëri biznesi. Sipas SPAK, pasuritë e sekuestruara janë të pajustifikuara nga burimet ligjore dhe dyshohet se janë pasojë e veprimtarisë kriminale të personave të akuzuar dhe të lidhur me ta. Domi dhe Mici u arrestuan në vitin 2022 dhe akuzohen për përfshirje në grupin kriminal që ka përveçuar 15 milion euro nga qytetarët evropian përmes mashtrimit kompjuterik. Grupi kriminal i njohur për operacionin e tij të mashtrimit online lidhej me investime të rreme në letrat me vlerë dhe kriptovaluta. Ato përdorin shoqëri fiktive për kalimin e vlerave monetare të mashtrimit dhe organizonin call center në Shqipëri dhe Itali për të kontaktuar viktimat dhe i bindur se ata do të investonin në programe të rreme investimi. Pas përvetësimit të shumave, grupi kriminal kryesisht i konventonte parat në kriptovaluta ose realizonin transaksione të shumta për të blerë pasuritë paluajtshme. Pjesëmarrësit në këtë grup dyshohet se kanë krijuar një rrjet mashtrues dhe janë akuzuar për pastrim parash dhe fshehje të ardhurave të palishme. Mici akuzohet për krijimin e grupit të strukturuar kriminal, mashtrimin kompjuterik, fshehjen e të ardhurave dhe pastrimin në produkteve të veprës penale, ndërkohë Domi akuzohet për mashtrim kompjuterik, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, fshehje të ardhurave dhe pastrimit të produkteve të veprës penale në bashkëpunim me Micin. Hetimet janë ende në vazhdim dhe SPAK po monitoron mundësinë e zbatimit të pasurive të tjera të fshehura nga ky grup kriminal. Gjykata e Lezhës ka pranuar kërkesën e prokurorisë për të dërguar në gjykim portugezin Ruben Saraiva, e akuzuar për vrasjen e biznesmenit Ardiani Kulaj në Shëngjin. Vendimi u mor nga gjyqtari Renis Sheshi, i cili vlerësoi se kishte prova të mjaftueshme për të gjykuar Saravian për veprat penale të vrasjes me paramendim dhe mbajtjes pa leje të armëve. Gjykata e Lezhës ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka dërguar për gjykim Ruben Saraivan, shtetas portugez i akuzuar për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulajn në Shëngjin në 19 mars 2023. Gjyqtari Renis Shehi miratoi kërkesën e prokurorit Francis Ganaj për të kaluar çështjen në gjykim, ndërsa i pandeori Saraiva u përball me akuzat për vrasje me paramendime kryer për gjakmarrje dhe armbajtje pa leje. Në seancën gjyqësore që zgjati rreth 3 orë, avokati Ruben Sarairas kërkoi pushimin e çështjes, duke pretenduar se nuk ishte prova që implikonin klientin e tij në
në vrasjen e Nikulajt. Kërkova pushimin e çështjes sepse nga provat që janë në falsifikim gjyqësor nuk vërtetojnë që Ruben Sarajeva të jetë autori i kësaj vrasje. Gjithsesi, kjo do t'i nështrohet hetimit gjyqësor në themel dhe aty do shikojmë pasaj si do vendosi gjykata. Po gjithsesi mos harrojmë që janë gjykata e shkallës parë, është apeli dhe kështu me radhë. Kështu që janë disa gjykata që do ta vlerësojnë nëse ky është autori i ngjarjes apo jo. Gjykata vendosi ta kalojë çështjen në gjykim, ku do të shurtohet nëse Ruben Sarajeva është autori i ngjarjes ose jo. Argjan Nikulaj u ekzekutua në hotelin e tij në Shëngjin si pjesë e një konflikti gjatë hakmarrjes midis familjes Nikulaj dhe fisit Lex Takaj, që ka shkaktuar më parë viktima. Vrasja e Nikulajt u dyshuar të ishte pjesë e këtij zinxhiri hakmarrjeje. Ruben Sarajeva u ekstradua në Shqipëri me 31 dhjetor 2023 nga Maroku pas një kërkese të autoriteteve shqiptare, që nga ekstradimi ai ka qëndruar në parabukim dhe ka mohuar lidhjen e tij me vrasjen e Nikulajt. Për ngjarjen janë të akuzuar dhe 4 shtetas britanik që ndihmuan në krim dhe Edmond Haxhia, i dyshuar si organizator dhe porosici i vrasjes për motive gjakmarrje. Ekstradimi britanikëve pritet të ndodhë brenda pak jave për të përballur me drejtsinë shqiptare. Autoritetet gjermane në kthim përgjigjen për autoritetet shqiptare bëjnë me dije se shkaku që dyshohet se mund të fshihet pas vrasjes së 24 vjeçares është për çështje nderi, pasi dyshohet se familja ishte në presion për ekzistencën e një video ku vajza e tyre shfaqej nudo. Hetimet për vrasjen e 24 vjeçares palestineze Rayan Alan, e cila u vra nga jati Fadi Alan, po vazhdojnë dhe autoritetet gjermane kanë dhënë detaje të reja mbi motivin e mundshëm të krimit. Dyshohet se vrasja mund të ketë lidhje me një çështje nderi, pasi familja ishte në presion për një video ku vajza shfaqej nudo. Sipas kallëzimit të nënës së Rayan, në 26 shkurt 2025, vetëm një ditë para se vajza të gjendej e pajet në Tiranë, ajo kishte bërë një kallëzim penal për zhvatje në Gjermani për shkak të videos. Nëna e Rayan ka treguar se prej dhjetorit 2024 ajo i kishte dhënë disa herë vajzës para për të paguar kërcënuesit, të cilët i kishin siguruar videon, dhe vajza kishte dërguar parat përmes kompanive të transfertave pa praninë e nënës. Në kallëzimin e saj, nëna e Rayan gjithashtu sugjeron mundësinë që vajza e saj mund të ketë pasur rol në krimin e situatës. Rayan kishte udhëtuar në Shqipëri me të hatin me 19 shkurt 2025 dhe dyshohet se ajo kishte treguar babait për videon, çka mund të ketë shkaktuar një mosmarrveshje mes tyre. Përpara këtij incidenti, Rayan kishte denoncuar në vitin 2024 kërcënimet për vdekje nga ana e familjes për shkak të dëshirës së saj për një jetë të lirë dhe perëndimore. Lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit ka dalë fituese në zgjedhjet parlamentare në Kosovë me 42.82% të votave, duke siguruar 48 mandate. Megjithatë, kjo nuk mjafton për të krijuar qeverinë e vetme, ndaj në skenë mbeten disa opsione për koalicione, ndërsa opozita shqyrton mundësinë e një qeverie pakicë. Pas numërimit më të gjatë të votave në historinë e zgjedhjeve në Kosovë, lëvizja vetëvendosje e kryeministit Albin Kurti ka dalë fituese me 42.28% të votave, duke siguruar 48 mandate në kuvend. Pastaj rendit Partia Demokratike e Kosovës me 24 mandate, Lidhja Demokratike e Kosovës me 20 mandate dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 8 mandate. Ndërkohë, 20 ulse janë të rezervuara për pakicat, përfshirë 10 për serbët e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të shpallë rezultatet përfundimtare pas 48 orësh, por tashmë dihet se vetvendosja nuk mund të formojë qeverinë e vetme. Ekspertët politik sugjerojnë dy skenar të mundshëm: një koalicion mes LVV-s, partive të pakicave, listën serbe dhe një parti shqiptare, ose krijimi i një qeverie pakice nga partitë opozitare me mbështetjen e komuniteteve jo shumicë. Megjithatë, për të arritur një marrëveshje do të nevojitet negociata të vështira për shkak të gjuhës së ashpër politike dhe mosmarrveshjeve mes liderëve të partive kryesore. Do të vijmë me lajmet nga bota. Liderët e Bashkimit Evropian ranë dakord unanimisht për të rritur ndjeshëm shpenzimet për mbrojtje, duke synuar forcimin e kapaciteteve strategjike dhe zvogëlimin e varësisë. Ndërkohë, Hungaria refuzoi të mbështetë deklaratën e përbashkët për Ukrainën, duke akuzuar Bashkimin Evropian se po zgjat konfliktin. Pas numërimit më të gjatë të votave në historinë e zgjedhjeve në Kosovë, lëvizja vetëvendosje e kryeministit Albin Kurti ka dalë fituese me 42.28% të votave, duke siguruar 48 mandate në kuvend. Pastaj rendit Partia Demokratike e Kosovës me 24 mandate, Lidhja Demokratike e Kosovës me 20 mandate dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 8 mandate. Ndërkohë, 20 ulse janë të rezervuara për pakicat, përfshirë 10 për serbët e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të shpallë rezultatet përfundimtare pas 48
28 orësh, por tashmë dihet se vetëvendosja nuk mund të formojë qeverinë e vetme. Ekspertët politik sugjerojnë dy skenar të mundshëm: një koalicion mes LVV-s, partive të pakicave, listën serbe dhe një parti shqiptare ose krijimi një qeveri e pakice nga partitë opozitare me mbështetjen e komuniteteve jo shumicë. Megjithatë, për të arritur një marrëveshje do të nevojitet negociata të vështira për shkak të gjuhës së ashpër politike dhe mosmarrëveshjeve mes liderëve të partive kryesore. Presidenti Donald Trump deklaron se nuk do të mbrojë aleatët e NATO-s nëse ata nuk paguajnë më shumë për mbrojtjen e tyre, duke propozuar një rritje të shpenzimeve ushtarake deri në 5% të GDP-s. Deklarata ka shkaktuar reagime ndaj liderit evropian, përfshirë presidentin Macron, i cili theksoi besnikërinë e Francës ndaj aleancës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka deklaruar se aleatët e NATO-s duhet të rrisin ndjeshëm kontributet e tyre financiare për mbrojtjen, përndryshe SBA-ja nuk do të vijojë t'i mbrojë. Ai kërkoi që shpenzimet ushtarake të vendeve anëtare të rriten nga 2% në 5% të GDP-s, një propozim që është kundërshtuar nga disa shtete për shkak të kostove të larta. Trump argumentoi se vendet e NATO-s nuk do ta ndihmonin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një situatë të ngjashme, duke vënë në pikpyetje solidaritetin e aleancës. Deklaratat e tij kanë shkaktuar reagime të forta në Europë, ku liderët e vendeve anëtare, përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron, kanë ritheksuar përkushtimin ndaj aleancës. Macron theksoi se NATO është një aleancë e bazuar në besnikëri dhe se anëtarët duhet të presin të njëjtin nivel angazhimi nga Shtetet e Bashkuara. Këto deklarata vijnë në një moment kritik për sigurinë globale, ndërkohë që SBA-ja vazhdon të mbajë rreth 100.000 trupa në Europë, kryesisht në Gjermani, Itali dhe Britani. Megjithëse në shkurt Trump kishte shprehur mbështetje për nenin 5 të NATO-s që garanton mbrojtjen e ndërsjellë mes anëtarëve, deklaratat e tij të fundit kanë ngritur shqetësime mbi qëndrueshmërinë e aleancës ushtarake perëndimore. Emisari i Trump Steve Witkoff do të udhëtojë në Arabinë Saudite për bisedimet me përfaqësuesit Ukrainas mbi një armëpushim dhe marrëveshje paqeje. Ndërkohë, presidenti Zelenski zhvillon takime urgjente me liderët evropian në Bruksel, ndërsa Bashkimi Evropian planifikon rritje të investimeve në mbrojtje. Presidenti Macron thekson nevojën për një qendrim të pavarur evropian ndaj konfliktit. Administrata e presidentit Trump ka nisur përpjekjet për të ndërmjetësuar një armëpushim mes Ukrainës dhe Rusisë. Steve Witkoff, i dërguari i posaçëm i presidentit për lindjen e mesme, deklaroi se po organizon një takim me përfaqësuesit e Ukrainës në Arabinë Saudite për të diskutuar një kornizë të mundshme paqeje dhe ndalimin e agresionit rus. Sipas tij, qëndrimi i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky ka ndryshuar pas takimit të fundit në Shtëpinë e Bardhë, ku ai shpreu mirënjohje për ndihmën amerikane dhe kërkoi një qasje të re diplomatike. Ndërkohë, presidenti Zelensky po zhvillon takime urgjente me liderët evropian në Bruksel, duke kërkuar më shumë mbështetje ushtarake dhe financiare për të përballuar agresionin rus. Presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, prezantoi një plan të ri që lehtëson kufizimet buxhetore për mbrojtjen, duke u mundësuar vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të investojnë më shumë në sektorin ushtarak. Plani synon që në 4 vitet e ardhshme 27 vende të Bashkimit Evropian të rrisin investimet në mbrojtje me një total për 863 miliard dollarësh. Kryeministri polak Donald Tusk theksoi se Europa do të armatoset më shpejt dhe më efikas se Rusia, duke garantuar mbështetje të plotë për Ukrainën. Nga ana tjetër, presidenti francez Emmanuel Macron shprehu shqetësimet e tij për qëndrimin e SBA-s ndaj Europës nën administratën e re të Trump, duke deklaruar se ardhmja e Europës nuk duhet të vendoset në Washington apo Moskë, por nga vetë europianët. Përpjekjet diplomatike dhe ushtarake të Bashkimit Evropian synojnë të krijojnë një mburojtje të fortë kundër kërcënimeve ruse, ndërsa Ukraina vazhdon të kërkojë më shumë ndihmë për të mbrojtur sovranitetin e saj. Tani u ftet të ndiqni parashikimin e motit. Drejtori shqiptar për datën 8 mars 2025 parashikoi të përshkohet në një mot i qëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me kthjellime dhe orë me diell. Temperatura minimale parashikohet të jetë 1 gradë Celsius dhe temperatura maksimale parashikohet të jetë 19 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 2 deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 7 deri në 18 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 17 gradë, Peshkopi 4 deri në 17 gradë Celsius, Tiranë 8 deri në 18 gradë, Durrës 7 deri në 15 gradë Celsius, Kavaj 7
deri në 16 gradë. Elbasan 6 deri në 19 gradë Celsius. Berat 7 deri në 18 gradë. Korç 1 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë 6 deri në 17 gradë. Gjirokastër 4 deri në 15 gradë. Sarand 8 deri në 15 gradë Celsius. Drejtori i Kosovës për datën 8 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mod i qëndrueshëm. E gjithë ditë do të jetë mbushur me kthjellime dhe orë me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 17 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 2 deri në 17 gradë Celsius, Podujev 2 deri në 16 gradë, Skënderaj 0 deri në 16 gradë Celsius, Pej 7 deri në 15 gradë, Prishtinë 4 deri në 17 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 17 gradë, Malishev 5 deri në 16 gradë Celsius, Gjilan 3 deri në 16 gradë, Ferizaj 4 deri në 16 gradë, Kaçanik 5 deri në 16 gradë Celsius, Suharek 5 deri në 16 gradë, Prizren 4 deri në 15 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do rishemi sërish në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.